Dashi përjeton energji dinamike dhe një rritje të aktivitetit social duke u bërë më i hapur ndaj kontakteve të reja. Demi fokusohet në menaxhimin financiar dhe përpiqet të ruajë ekuilibrin në shpenzime. Binjakët përjetojnë komunikimin efektiv dhe mundësi të reja që vijnë përmes kontakteve. Kaforia arrin stabilitet emocional dhe familjar duke ndjerë më shumë siguri. Luani përjeton rritje të ekspozimit social dhe vëmendje nga rreth i tij. Byqëresha vendos strukturën dhe organizimin më të qartë në rutinën e saj. Peshorja merr vendime personale që kanë ndikim të drejtë për drejtë në jetën e saj. Akrepi zbulon një çështje të fshehtë që ndryshon perceptimin e tij për një situatë. Shqetari ndjen një nevojë të fortë për liri dhe pavarësi këtë ditë. Bërciapi përballet me ngarkesë profesionale të qëndrueshme dhe të vazhdueshme. Ujori forcon rjetëzimin social dhe krijon kontakte të reja. Peshqit ndihen të frymëzuar dhe ndihen emocionalisht më mirë.